Popullimi masiv i Shqipërisë përbën goditjen më të rëndë që kombi shqiptar, goditjen më të rëndë ekzistenciale që kombi shqiptar ka marrë në tërë historinë e tij të gjatë. Kur ndonjëherë treguesit themelor të popullsisë të këtij vendi nuk kanë rënë brenda 10 viteve, një shekull, është regjistruar kur një katastrofë e tillë demografike. Siç është regjistruar në 10 vitet e qeverisjes Edi Ramës 2014-2023. Lindshmëria në Shqipëri sot është e barabartë me lindshmërinë që kishte kur shqiptarët ishin 700.000 banor 100 vite më parë. Jam ndalur shumë herë në këtë akt të planifikuar që përbën një genocid të vërtet ndaj shqiptarëve. Në kuptimin e krijimit të kushteve për largimin nga vendi i tyre. Konventi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në një tret i saj shpall këtë rrethan si një rrethan të genocidit të heshtur paqësor që mund të ushtrohet nga një populli. Ky genocid te i kalon në përmasat e veta çdo lloj katastrofe demografike që shqiptarët kanë përjetuar nga mesjeta gjerësot, qoftë nga pushtimet, qoftë nga epidemitë e mortajs dhe epidemitë e tjera të rënda. Sot është emergjenca absolute. Vendosja e një platforme e cila të mund të shënoj kthesën e treguesve demografik të popullit shqiptar në mënyrë që ky popull të mos shkojë drejt zhdukjes të pashmangshme me këto tregues që ka sot. Sot, nga viti 2018 deri sot, vdekjet në Shqipëri janë qartësisht më të larta se sa lindjet. Po të shtojmë këtu dhe largimet masive nga vendi, boshatisja e Shqipërisë është e garantuar. Për t'i dhënë një përgjigje kësaj katastrofe ekzistenciale demografike të shqiptarëve në Shqipëri, Partia Demokratike mendon se duhet fillohet këtë vit me buxhetin për fëmijët që lindin dhe për fëmijët. Fëmia i parë